Presidenti Macron, që mbërriti dje në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e 4 të Komunitetit Politik Evropian, vazhdoi sot takimet me zyrtarë të lartë të vendit. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti francez Macron kanë dalë në konferencë të përbashkët para gazetarëve, pasi nënshkruan marrëveshjet e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat si energjetika, turizmi dhe planin e veprimit për inovacionin Francë-Shqipëri, ku bën pjesë edhe École 42, shkolla prestigjioze franceze e kodimit që do të përgatisë të rinjtë e Tiranës, por jo vetëm në fushën digjitale. Më vjen shumë mirë që falë këtij bashkëpunimi ne kemi krijuar rrugët për të sjellë ekselencën franceze në Shqipëri. Dje kemi ndezur dritën e jeshile të École 42, shkolla 42, një ekselencë e Francës në fushën e inovacionit, e cila ka marrë 2000 disa qindra aplikime dhe jam i bindur që pas publikimit të vizitës presidentit dje do të ketë edhe më shumë, sepse akoma informacioni për hapjen e kësaj shkolle inovative nuk është përhapur gjithandej. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, gjatë konferencës së përbashkët me Ramën, theksoi rëndësinë e Shqipërisë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe rolin e saj udhëheqës në rajon.